Në të njëjtën ditë, në të njëjtën natë, në të njëjtën natë ka ndodhur 2-3 gjëra të njëra më e rëndë se tjetra. Spari, ligjit e kriminalizimit përfundimisht varroset është nul dhe nuk ekziston më, sepse rast më të turpshëm, më flagrant se sa ky, ku në të gjitha rubrikat përkatëse ku ky duhet deklaruar, nuk është deklaruar dhe kjo falet, sigurisht e rrëzon ligjin edhe për një arsye tjetër shumë thjeshtë. Për turpin e gjithë këtyre, duhet kujtohen që sa janë të rata njerëz, deputet, drejtor, dhe rekrutë në universitetet tjerë, që janë dënuar për vonesë në formularin e kriminalizimit, jo më mos me deklarim. Së pari. Së dyti, u prodhua absolutisht që përpara shqiptarëve ka 2 standarde. Në qoftë se je Chirac i spakut, siç ishte kjo me 100 mbi emra, ligji nuk ekziston. Në rast se je një qytetar thjesht apo njëri që nuk je në shërbim të pushtetit, atëherë ti dënohesh në mënyrë të egër dhe në mënyrë të palishme. Së treti, të tëra standardet e arsyetimit edhe të këtij vendimi janë njëri më skandaloz nga tjetri. Kur nuk thirren e nuk pyeten kallëzuesit, ju e kuptoni se çfarë fullëqësir proces është bërë. Pra, ajo që tha zonja Kalaja, që unë nuk jam thirrur. Po sigurisht.